Aleatët i trokitën për herë të fundit në derë Sali Berishës këtë të martë për t'i dorëzuar emrat e kandidatëve që do të kenë në listat e koalicionit në 11 maj. Disa pritën në Seli pasi shkuan para Sali Berishës. Teksa kanë mbetur vetëm disa orë për zyrtarizimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kreu i Partisë Demokratike ka takuar edhe drejtuesit e qarqeve të tij. E mërkura do të jetë dita e vendimarrjes për emrat që forcat do të kenë përballë në 12 qarqet e vendit. Paradite krye socialisti Edi Rama do të diskutojë me drejtuesit e qarqeve në një mbledhje online, ndërsa në orën 19 pritet të mbledhet kryesia e Partisë Socialiste për të bërë filtrin e fundit. Demokratët do të mbledhin kryesi në orën 16 për të miratuar emrat e propozuar nga Sali Berisha, ndërsa në orën 19 është thirrur mbledhja e Këshillit Kombëtar. Por, teksa ethet e listave kanë kapluar 2 selit kryesore, emrat të rëndësishëm kanë marrë vendimet e tyre. Kështu, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta do të kandidojë në listën e hapur të Tiranës, ndërsa në një reagim nga burgu tha se për të bërë Shqipërinë madhështore, duhen marrë vendime të rëndësishme. Një ndër të paktët gjaketat të vjetra që kanë mbetur në Partinë Socialiste, Petro Koçi, pasi tha se është spostuar nga drejtuesit e qarkut të Tiranës, nuk e mos e lajmëruar për mbledhje të ndryshme të partisë. Ndërkohë, kreu i Bashkisë së Matit Agrën Mala edhe kreu i Bashkisë së Tepelenës Tërmet Peçi kanë dhënë dorëheqje për të kandiduar për deputet. Një veprim të tillë pritet ta ndërmarrin në orët në vijim edhe kryebashkiakët e tjerë socialistë.